Në Kosovë zhvillohen sot zgjedhje parakohshme parlamentare, procesi i votimit ka nisur në orën 7 dhe do përfundojë në orën 18. Sipas të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lista votuese në këto zgjedhje përmban rreth 2.076.290 votues të regjistruar. Numri i qytetarëve me drejt vote në vend votimet në Kosovë është 1.109.205 votues, ndërkaq numri i qytetarëve që janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës është 77.085 votues. QQZ ka përgatitur 940 qendra votimi në vend dhe pikët e votimit në mbi 20 vende jashtë Kosovës, përfshirë ambasadat dhe konsullata, për të lehtësuar votuesit jashtë vendit qasjen e procesit zgjedhor. Për zgjedhjet e jashtëzakonshme janë certifikuar gjithsej 24 subjekte politike, përfshirë 18 parti politike, 3 koalicione parazgjedhore, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Kuvendi i Kosovës përbëhet nga 120 vende, për të cilave 61 mandate sigurojnë shumicën nevojshme për të formuar qeverinë. Gara për postën e kryeministit përfshin Albin Kurti nga Lëvizja Vetvendosje, Bedri Hamza nga Partia Demokratike e Kosovës, Lomi Abdiçiku nga Lidhja Demokratike e Kosovës, si dhe Ramush Haradinaj. Një ditë më parë drejtën e votës u shtrëgjë spora ku sipas të dhënave pjesëmarrja arriti në 81%.